Unë jam vajza e sagave dhe nëse u kam dalë për herë të parë në For You page-in tuaj, ju e dini çfarë duhet bëni: një like, një koment dhe një follow. Dhe sot do flasim për një nga librat më in të momentit në TikTok. Ose më saktë ka qenë dhe në verë, ose mua po më det jashtë shumë tani që jam duke lexuar. Nuk e di, nëse ju e keni rastisur, më thoni, është The Pumpkin Spice Cafe. Nuk e di pse unë mendoj që është një nga romancat që duhet lexuar tani në vjesht, ndoshta edhe nga atmosfera që ndodhet në libër. Është në atë momentin kur gjethet vjen dhe ku ka më mirë se të lexosh një romancë. Ju mund ta keni hasur kudo këtë romancë, që një vajzë e bukur dashurohet me fermerin, ose që njihet me një djalosh të bukur dhe simpatik. Por jo, kjo nuk është një romancë e thjeshtë, ty të mban pezu që në faqet e para. Ose të paktën mua më mbajti pezull. Ose ndoshta unë kisha nevojë të lexoja një romancë, nuk e di t'ju them. Por le t'ju tregoj pak historinë e saj. Jenny është një nga vajzat më të reja të qytetës, shpërngulet në kafe më të njohur të qytetës, sepse kishte një të tillë. Dhe të gjithë e donin kafen The Pumpkin Spice Cafe. Sepse ishte një lokal që ti ndjehesh si në shtëpi, ti mund të lexoje, ti mund të kishe kontakti me kamarierët, njerëzit që të shërbenin aty. Ishte një vend ku mblidhej gjithë qyteza. Por një ndodhi bën që Jenny ta njohej me Loganin. Fermerin e ri, fermerin që të ndihmonte, fermerin që ishte aty. Por çfarë fshinte Logani vallë? Çfarë kishte Logani që nuk e merrte seriozisht marrëdhënien? Ose më saktë, jo se nuk e merrte seriozisht, por kishte frikë të merrte përsipër një marrëdhënie të re në atë qytet. Çfarë kishte ndodhur? Do ta zbuloni gjatë leximit. Unë ju them, nëse doni një romancë të lehtë, ju fusin në atë botën e vjeshtës, në ato gjethet e rëna, në atë atmosferën e Halloweenit, në atë atmosferën e kungujve, ky roman është i duri. Dhe nëse po pyesni veten nëse unë do vazhdoj ta lexoj këtë roman, po, unë do vazhdoj ta lexoj këtë seri më saktë, sepse mund të them që kam nisur dhe të dytën dhe jam te kapitulli 4. Okej, do eci pa ngadalë, sepse kam edhe një libër tjetër ndërkohë që jam duke lexuar. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo review dhe të bëni like, comment dhe follow. Dhe shihemi në videot e tjera. Bye bye!